Rasti sotëm është vërtet i tmerrshëm, aq i tmerrshëm sa që gazetarët e kanë përshkruar si një nga metodat më brutale dhe viktima e sotme është Kim Wall. Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për gjithë ju që s'më njihni, unë jam Lori dhe si gjithmonë do të jem këtu me ju për të treguar një histori të vërtetë krimi. Nëse jeni të pasionuar pa historive true crime ose misterioze si puna ime, atëherë ju rekomandoj që të bëni një subscribe për të qenë gjithmonë të azhurnuar mbi video të reja. Kështu që pa humbur kohë, le të fillojmë me rastin e ditës. Kim Wall lindi më 23 mars të vitit 1987 në Trelleborg në Suedi, nga prindërit Ingrid dhe Joe Wall. Duke u rritur, prindërit e saj e përshkruanin si të kujdesshme, kurioze, të lumtur dhe shoqërore, dhe mësuesit e saj të parë thonin që ishte jashtëzakonisht shkrijuese dhe frymëzonte edhe nxënësit e tjerë. Prindërit e saj punonin si gazetar, kështu që familja e saj udhtonte vazhdimisht, gjë që do thoshte se Kim pati mundësinë të shite një pjesë të madhe të botës që në moshë shumë të vogël. Vetë Kim tregon që pjesa më të madhe të fëmijërisë së saj ose kalonte në redaksi, ose kalonte në përudhëtime me prindërit e saj, dhe kjo gjë ndikoi që në të ardhmen të bëheshte një gazetare e mirë, një gazetare e famshme, një gazetare freelancer, sepse artikujt e saj, botimet e saj publikoheshin gjithmonë në gazetat më të famshme, siç ishte edhe gazeta New York Times. Ko më vonë, ajo diplomua për marrëdhëniet ndërkombëtare dhe më pas vazhdoi studimet në Columbia University, ku vazhdoi masterin për gazetari dhe për çështjet ndërkombëtare. Miqtë e saj thonin që ajo kishte një lloj skeptizmi natyror dhe një lloj vendosmërie që e bënte gazetarin fiks për të. Nuk e kishte fare problem që të futeshte në situata nga më të ndryshme, nga më të rrezikshme, vetëm e vetëm për të treguar një histori të rëndësishme. Dhe kjo gjë në fakt e bëri që të bënte reportazhe në shumë vende të botës, përfshirë këtu dhe Korenë e Veriut. Kim donte të prekte tema nga më të ndryshme, qofshin këto sociale, politike, të jashtme, mbi barazim, pra çdo lloj gjë tjetër, mbi të gjitha përqendjet që të intervistonte dhe njerëz që bënin gjëra të çmendura, dhe ishte pikërisht kjo ajo që e bëri të interesoheshte për shpikësin danez Peter Madsen. Peter lindi në vitin 1971 dhe u rrit në Danimark në qytetin e vogël Sæby, për të zhvendosur më pas në Halmstad. Në shkollën fillore zhvilloi një interes për karburantin e raketave dhe në vitin 1986 lërshoi raketën e tij të parë më të madhe, e cila arriti vetëm 100 metra përpara se të përplasej pa pasoja serioze, gjë që i dha nofkën Rocket Madsen. Për këtë arsye, ai përmbushte në mënyrë perfekte ato kriteret e Kimit për një intervistë, sepse ishte një person ambicios, një person që kishte shpikur diçka, mbi të gjitha e quante veten makineri vrasëse dhe donte të kthente Danimarkën në një vend prodhues raketash. Dhe ky ishte qëllimi, ishte synimi i tij në jetë. Dhe nëse ti ishe një person që ndoshta nuk do ta ndihmoje në misionin e tij, atëherë për të ishe komplet i padukshëm. Duhet thënë që Peter pati një fëmijëri shumë të vështirë, sepse babai i tij Karl kishte punuar në Gjermaninë naziste dhe në fakt ishte një person që ushtronte dhunë si mbi Peter, si mbi vëllezërit e tij. Ko më vonë, babai i tij u martua me një grua më të re, e cila quheshte Ana, por siç ndodh gjithmonë, pra përfunduan të divorcuar, dhe Peter qëndroi me të jatin e tij pa e njohur kurrë nënën e tij, pra pa e takuar kurrë asnjëherë atë. Një nga miqtë e tij më të ngushtë, i cili i quheshte Thomas, thoshte që Peter ishte një person që kishte një lloj urrejtje shumë të madhe ndaj grave, dhe ndoshta kjo gjë vinte specifikisht nga situata familjare e tij. Rasti i sotëm ndodhi pikërisht në vitin 2017 dhe në atë periudhë Peter nuk ishte interesuar më tek raketat, por në fakt ishte interesuar tek nëndëcja e tij e tretë e ndërtuar në shtëpi, e quajtur UC3 Nautilus. Kim ishte shumë i interesuar për nëndecjen e tij dhe kishte muaj që përpiqej të siguronte një intervistë me të dhe e dinte që gjithsesi mund të tregonte një histori interesante. Më 10 gusht të vitit 2017, Kim dhe i dashuri i saj po organizonin një festë sepse do të shpërnguleshin së shpejti në Kinë për një ofertë të re pune që i ishte dhënë. Dhe pikërisht atë mbrëmje Kim merr një mesazh nga Peter
ku i thotë që ai është i gatshëm që ajo të vi dhe t'i bëjë një intervistë në nëndecen e tij. Kështu që Kim vendos që të anashkaloj festën për disa orë dhe të shkojë që të bëjë një intervistë me Peter. Pra imagjinoni se sa e apasionuar ishte ajo pas punës së saj dhe mbi gjitha që kishte muaj që përpiqeshte për këtë gjë. Dhe në këtë pikë informon të dashurin e saj që do të shkonte atë mbrëmje me nëndecen e Peterit për t'i bërë një intervistë, po i tha që vetëm do të vonoheshte disa orë dhe do të ktheheshe përpara përfundimit të festës. Atë mbrëmje ajo largua më herët nga festa dhe hipi në nëndecen e Peterit pikërisht në orën 7 të mbrëmjes. Por ndërsa nisi udhëtimin, Kim i dërgoi disa mesazhe të dashurit të saj duke i thënë që jam ende gjallë me qëra fjala, tani po zbres, të dua, dhe mbi gjitha përmendi që i kishte sjell kafe dhe biskota dhe do të ktheheshte përpara se festa të mbaronte. Këto janë mesazhet e fundit që Kim do dërgonte ndonjëherë. Madje ka patur edhe foto të Kim dhe të Peter duke udhëtuar me nëndece rreth 90 minuta pasi hipën. Dhe është vërtet e frikshme sepse këto janë fotot e fundit të Kim dhe ajo duket shumë e qetë dhe shumë e buzëqeshur. Midis orës 7 dhe 10 të mbrëmjes, i dashuri i saj i çoi disa mesazhe Kim për të pyetur se ku ishte, sepse në të vërtetë ajo tha që do të largoheshte vetëm për disa orë dhe mbi gjitha duhet të ktheheshte me patjetër përpara përfundimit të festës. Por ora po kalonte dhe asnjë shenjë nga Kim, dhe në këtë moment i dashuri i saj filloi të shqetësoheshte vërtet shumë. Disa orë më vonë, rreth orës 2:30 të mëngjesit, i dashuri i saj kontaktoi me rojën bregdetare dhe i tha shqetësimin e tij. Por pikërisht në atë kohë Peter dhe Kim u raportuan që të dy të zhdukur. Rreth një ore më vonë, policia daneze filloi me një herë kërkime dhe lëshoi një lajmërim ku tha që mund kishte ndodhur një aksident në det. Por vetëm të nesërmen tjetër, në orën 10:30 të mëngjesit, nëndecja u pa në fund të gjirit koge nga një far i afërt dhe menjëherë u thirr një helikopter shpëtimi. Pak më vonë u raportua se nëndecja përfundoseshte dhe thuheshte që një person kishte kërcyer në ujë dhe ishte shpëtuar nga një peshkatar. Dhe rezulton që ky person ishte vetë Peter. Kur mbërriti në port, ai u prit si nga media dhe nga policia dhe thuhet që i tha një gazetari se arsyeja sepse nëndecja ishte fundosur ishte një defekt në një valvul të rezervuarit të balasatit dhe ishte i vetmi në bord kur ndodhi aksidenti. Mbi gjitha, shtoi që ai e kishte lënë Kimin në ishullin Ref Ceylon në orën 10:30 të mbrëmjes. Por kjo gjë u përgënjeshtrua nga një pronar nga kamerat e sigurisë, sepse ky i fundit pra u dha kamerat e sigurisë autoriteteve të policisë dhe nga kamerat e sigurisë u kuptua që Kim nuk kishte qenë kurrë aty. Në këtë pikë, njerëzit filluan të mendonin që ndoshta Kimit mund të ketë ndodhur diçka në momentin ku ka zbritur nga nëndecja. Por me kalimin e ditëve, opinionet filluan të ndryshonin dhe mbi gjitha dyshimet filluan të shtoheshin. Komandanti zëvendësues i marinës daneze, Jens Dyreberg, i cili ishte thirrur për të ndihmuar si oficer kryesor inxhinierik i nëndecës ditën e zhdukjes, ai deklaroi dhe tha që nëndecet në fakt nuk fundosin në këtë lloj mënyre. Ai mund kishte shpëtuar dhe mbi gjitha i sugjeruan policisë që të arrestonin Peterin për të gjetur menjëherë të vërtetën. Por pikërisht sjellja e Peterit që nga ajo ditë e në vazhdim ishte shumë e çuditshme, dukeshte si një person i lodhur, një person i raskapitur dhe një person që po fshinte diçka. Marina daneze gjithashtu ishte e përfshirë në këtë situatë, sepse po përpiqeshte të kontrollonte ujërat për të gjetur nëndecen, sepse mendoheshte që Kim mund kishte qenë në bord në momentin kur nëndecja u fundos. Por mbas shumë kërkimeve, ato arritën ta gjenin nëndecen dhe shkuan atje poshtë dhe me anë të telekamrave GoPro, ato arritën të kuptonin që brenda në nëndece nuk kishte asnjë të mbijetuar. Por fatkeqësisht nuk arritën dot të futeshin vetë personalisht për shkak të pozicionit të keq që kishte nëndecja. Ndërkohë që gjitha këto gjëra po ndodhin, në 11 gusht në orën 5:44 të pasdites, Peter u arrestua dhe u akuzua paraprakisht për vrasje nga pakujdesia. Këto lloj akuzash janë një hap përpara akuzës zyrtare, pra që ai do të paraqiteshin në një seancë ku gjyqtari do të vendoste nëse kishte prova të mjaftueshme për ta akuzuar atë zyrtarisht. Por pas ndalimit, aty u bë një ekzaminim forenzik për të siguruar ADN-n dhe në ditën pasuese më 12 gusht u mbajt seanca paraprake. Në këtë seancë Peter pranoi që Kim kishte vdekur në nëndece, por deklaroi që kishte vdekur aksidentalisht me një lloj pra aksidenti që lidheshte me kapakun e hyrjes. Në këtë moment,
autoritetet kuptuan diçka që ai po gënjente dhe vendosën që ta mbanin akoma në paraburgim që të zbulonin akoma më shumë. Sepse, edhe nëse kishe qenë aksident, si thoshte Peteri, ku ndodheshte trupi, sepse trupi nuk dukeshte asgjë kundi. Deri më tani kishin kaluar plot disa ditë dhe që Kim ishte zhdukur. Dhe policia kishte kontrolluar brenda 48 orëve një pjesë shumë të madh ujore, por nuk ishte gjetur asgjë, sepse kishin shumë pak prova dhe as pak ndihmën e Peterit. Kërkimet nisën duke nxjerrë nëndecën nga uji dhe duke e kulluar atë. U konfirmua se trupi i Kim nuk ishte brenda, dhe një nga personat e parë që hyrë në nëndece pas zbrazjes së saj ishte komandantja Dytet Borg, e cila e përshkroi atë si një rrëmuj totale. Ajo tha që pa diçka që dukeshte si mish në bord dhe vuri re një njoll të largur në rrobat e saj dhe kishte një erë metalike si gjaku. Disa nga sendet personale të Kim ndodheshin akoma në nëndece, siç ishte xhaketa e saj. Dhe po atë ditë, policia doli dhe bëri një njoftim ku tha që nëndecja ishte fundosur qëllimisht. Pra, binte në kontradikt me atë që kishte thënë Peter që nëndecja ishte fundosur për shkak të një defekti që kishte pasur në valvull. Por edhe pse Peter ndodheshte në burg, nuk bashkëpunonte fare për policinë, dhe policia nuk kishte fare prova për të gjetur Kim, ku ndodheshte Kim, nuk kishte asnjë të dhënë të mundshme. Vetëm disa ditë më vonë, ku një nga peshkatarë që shpëtoi Peterin që ndodheshte në nëndece, tha që përpara se Peter të vinte në barkën atij, ai kishte thënë: "Prisni një moment të rregulloj diçka përpara se nëndecja të fundoset plotësisht." Tashmë kishin kaluar plot 11 ditë dhe Kim ishte akoma e zhdukur. Në këtë pikë, policia duhet të bënte një deklaratë zyrtare që të shpjegonte se pse Peter po mbahej akoma në burgim. Dhe pikërisht ato dhanë seancën gjyqësore dhe në seancën gjyqësore Peter thotë që Kim ka vdekur në nëndece, por nga një aksident që ndodhi prej kapakut 70 kg, pra prej kapakut që duhet të mbyllte nëndecen. Dhe pikërisht për këtë arsye, Peter ishte traumatizuar jashtëzakonisht shumë, ishte stresuar jashtëzakonisht shumë, saqë i kishte bërë një varrim të menjëhershëm duke hedhur trupin e saj në det. Por për mendimin tim, kjo historia e kapakut nuk është se bën jashtëzakonisht shumë sens, sepse gjithsesi ato nuk është se po lundronin më shumë se 30 minuta larg bregut. Dhe nëse kjo gjë do të kishte ndodhur aksidentalisht, Peter në një farë mënyre mund të kishte kërkuar ndihmë, mund të kishte marrë ambulancën në telefon, por në fakt ai nuk bëri asnjë nga këto. Gjithsesi, po atë pasdite kur doli ai lloj informacioni, më 21 gusht u mbajt një konferencë për shtyp ku tha që u gjet trupi i gjymtuar i një gruaje. Dhe nga raporti që u bë, u kuptua që në trupin e saj kishte shumë prerje me thik, dhe ai person që i kishte shkaktuar këto e kishte lidhur këtë grua të gjor në atë lloj mënyre që kjo e fundit të mos kishte mundësi të notonte. Por vetëm 2 ditë më vonë, më 28 gusht, pas analizave forenzike që u bë, u kuptua që trupi i asaj gruaje i përkiste pikërisht Kim, por nuk tregonte shkakun e vdekjes. Megjithatë, kuptohej që nuk kishte aksident, por nga ana tjetër Peter vazhdonte akoma të thoshte që ai nuk e kishte vrarë Kim dhe mbi gjitha nuk e kishte coptuar trupin e saj. Por vetëm 2 ditë më vonë u akuzua për trajtim të pahishëm të një kufome. Pas gjetjes së trupit, filluan kërkimet e tjera për të gjetur pjesët e tjera që mungonin. Dhe në gjithë këtë hetim ishte i përfshirë policia daneze, policia suedeze, madje edhe marina daneze, dhe që të gjitha po punonin së bashku për gjetjen e Kim, pra, ose më saktë për të gjetur pjesët e tjera të trupit të vajzës. Më 5 shtator u mbajt një tjetër seancë paraprake gjyqësore dhe kjo seancë zgjati për plot 3 orë dhe ishte një seancë e hapur për të gjitha mediat. Dhe në këtë seancë gjyqësore Peter dha më shumë detaje të tjera specifike për aksidentin që supozoheshte që kishte ndodhur. Ai pretendonte që kishte hapur kapakun e nëndeces ndërsa Kim po dilte, dhe një moment ajo kishte humbur kontrollin mbi kapakun e nëndeces dhe kapaku i nëndeces i kishte rënë asaj mbi kokë. Dhe në atë moment ai thotë që asnjë mjek nuk mund të bënte gjë, sepse në atë moment ishte i mbuluar një pellk i madh gjaku dhe në momenti kur i vendosa dorën në qafë për t'i matur pulsin, nuk kishte puls. Ndodhemi më 5 tetor dhe tashmë kanë kaluar më shumë e 1 muaj e gjys nga zhdukja e Kim dhe pjesët e tjera të trupit nuk po dukeshin gjë kundi. Në këtë pikë, policia angazhoi një oqeanograf
për të përcaktuar vendet e kërkimit bazuar në vendodhjen e nëndecës dhe bazuar në vendin e fundit ku gjet trupi i saj. Dhe jo më larg se ditën tjetër, më 6 tetor, pas 56 ditësh, më shumë se 50 zhytës, gjetën qeset plastike që mbanin brenda trupin e Kim, gjetën kafkën, këmbët, rrobat dhe një thikë. Por ky informacion u bë publik pikërisht ditën pasardhëse me 7 tetor, u verifikua mbi gjitha dhe kafka e Kim dhe doli në përfundimin që nuk kishte shenja të forta goditjesh. Dhe historia që kishte thënë Peter, pra, që kjo e fundit u vra nga kapaku i nëndecës, ishte një gënjeshtër totale. Pas kësaj, ai dha një version të ri. Pretendoi se ndërsa ishte jashtë nëndecës, presioni i arit brenda kishte rënë dhe brenda ishte mbushur me gaza helmues, duke shkaktuar vdekjen e Kim nga monoksidi i karbonit. Ai tha që u përpoqte të hapte kapakun, por nuk mundi në kohë. Ndërsa kur u pyet se pse kishte dhënë një version kaq të rrem, ai tha që e thash këtë gjë për të kursyer familjes këto detaje rrënqetse. Por kjo gjë përsëri nuk bën kuptim sepse situata gjithsesi ishte jashtëzakonisht e rëndë. Kjo gjë zgjati deri më 30 tetor, sepse në këtë moment pati një kthes në çështje. Në këtë moment Peter pranoi që ishte ai që kishte vrarë Kimin dhe mbi gjitha që kishte coptuar trupin e saj. Krimi i tij u riklasifikua ose më saktë u rëndua dhe u konsiderua si krim seksual në rrethana veçanërisht rënduese, pasi u gjet një numër i madh plagësh në zonën intime të Kim. Më 16 janar, Peter Madsen u akuzua për vrasje me paramendim të Kim Wall dhe mbi gjitha u akuzua për trajtim të pahishëm të një kufome dhe abuzim seksual. Gjyqi Peter Madsen filloi më 8 mars në gjykatën e qytetit të Copenhagen dhe u kthye në spektakël të madh mediatik. Ky rast tërhoqi vëmendje të madhe në nivel lokal, ashtu dhe ndërkombëtar. Gjyqi zgjati 12 ditë dhe përfshiu plot 40 dëshmitar, edhe vetë Peter që tregoi versionin e tij të ngjarjes. Gjatë gjyqit, prokuroria paraqiti vlerësimin psikiatrik të bërë Peterit, i cili tregonte që ai kishte mungesë të theksuar empatie dhe të ndjenjës së fajit. Peter Madsen u shpall fajtor dhe u dënua me burgim të përjetshëm. Por një gjë interesante është se në Danimark nuk ndodh shpesh që një person të dënohet me burgim të përjetshëm për vetëm një vrasje që ka kryer. Por praktikisht ky burgim i përjetshëm ishte më saktë 16 vite dhe mund të kërkojë liri me kusht pas 12 vitesh. Dhe pikërisht Peter apeloi për vendimin e tij, por gjithsesi vendimi u la akoma në fuqi. Dhe në vitin 2020, kur tashmë i kishte bërë gati 30 muaj burg, ai arriti të arratisej duke përdorur kërcënimin me bombë. Por gjithsesi u kap përsëri dhe kjo gjë ndoshta do të ndikojë negativisht nëse ai do të kërkojë përsëri lirimin me kusht pas disa vitesh. Për sa i përket familjes dhe miqve të Kim, ata krijuan fondin përkujtimor, Kim Wall, për të mbajtur gjallë trashëgimin e saj. Fondet shpërndahen si bursa nga Fondi Ndërkombëtar i Mediave për gratë për të mbështetur gazetarët femra. Kështu që në këtë mënyrë përfundon dhe rasti i sotëm. Unë ju ftoj që të më shkruani poshtë në komente mendimin tuaj. Ju përshëndes dhe ne do shihemi në videon radhës. Deri atëherë, ciao ciao.